Komentimi përsosur i Kuranit. Gjuzi i 29. Sura Nuh, ajetet nga 15 deri te ajeti 20. Alam tarau kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. A nuk e shihni se si Allahu I ka krijuar 7 qiejt njëri mbi tjetrin dhe në ta e ka bërë hënën dritë kurse diellin e ka bërë fener? Allahu ju ka krijuar nga toka ashtu si bimët, pastaj ju kthen tek ajo dhe prej saj sërish do t'ju nxjerr. Allahu për ju e ka bërë tokën shtrojë të gjerë që të ecni nëpër rrugët e gjëra. Komentimi. Allahu ju krijoi juve nga toka ashtu si bimët. Përmes diskutimeve të detajuara dhe të argumentuara për politeistët kryeneç, profeti Nuh paqja qoftë mbi të, në fillim u përpoq t'i ndërgjegjësoj ata, ai u përpoq të depërtojë në thellësinë e shpirtit të tyre me qëllim që ata të shohin shenjat shpirtërore brenda qenies së tyre, ashtu siç e diskutuam në ajetet e kaluara. Më pas siç bëhet e qartë dhe nga ajetet e lartë përmendura, I ftoi ata që të reflektojnë dhe të studiojnë shenjat e Allahut që ekzistojnë në botën e madhe objektive dhe t'i sodisin ato. Është kjo arsyeja që ai fillon me qiellin dhe thotë: a nuk e shihni se si Allahu I ka krijuar 7 qiejt njëri mbi tjetrin? Fjala tabaqan është përdorur me kuptimin e fjalës mutabiqatun, e cila ndonjëherë nënkupton pozicionimin e një gjëje mbi një gjë tjetër, kurse ndonjëherë vjen edhe me kuptimin e simetrisë dhe përputhshmërisë së dy gjërave me njëra tjetrën. Në këtë kontekst, të dy kuptimet janë të sakta. Fjala tabaqan është përdorur me kuptimin e parë, ajo tregon se 7 qiejt janë të vendosur njëri mbi tjetrin. Siç e kemi trajtuar edhe në komentimin e 7 qiejve, interpretimi I mundshëm është që yjet dhe planetet, të cilat ne I shohim, janë pjesë e qiellit të parë, por ekzistojnë edhe 6 botë të tjera, të vendosura njëra mbi tjetrën, për të cilat shkenca dhe dituria e njerëzit akoma nuk ka njohuri për to, por që në të ardhmen mund t'i zbulojë këto botë të çuditshme njëra mbi tjetrën. Sipas kuptimit të dytë, Kurani me ngjashmërinë dhe përputhshmërinë e 7 qiejve vë në pa rregullin, madhështinë dhe bukurinë në krijim. Më pas ajeti shton dhe në të e ka bërë hënën dritë kurse diellin e ka bërë fener. Është e vërtetë se në 7 qiejt ekzistojnë me miliona e miliona yje ndriçuese, të cilët janë më ndriçues se sa dielli dhe hëna jonë. E rëndësishme për ne dhe që ka ndikim në jetën tonë në tokë është fakti se dielli dhe hëna të sistemit tonë diellor ndriçojnë hapësirën tonë, njëri gjatë ditës dhe tjetra gjatë natës. Përdorimi I fjalës siraj, fener dhe dritë për hënën është për arsye se drita e diellit del nga brendësia e tij, ngjashëm me fenerin, llambën, kurse drita e hënës nuk del nga brendësia e saj, por është ngjashme me reflektimin e një pasqyre. Kështu që fjala nur, dritë, këtu është përdorur me kuptim gjithëpërfshirës. Ky ndryshim I shprehjes është pasqyruar edhe në ajete të tjera në Kuran. Për këtë çështje kemi dhënë më shumë shpjegim në ajetin 5 të surës Yunus. Më pas ajeti edhe një herë I referohet krijimit të njerëzit. Allahu ju ka krijuar nga toka ashtu si bimët. Fjala al-anbatu është përdorur për njeriu për këtë arsye. Së pari njeriu është krijuar nga dheu. Njeriu I parë është krijuar nga dheu. Së dyti, të gjitha lëndët ushqimore me të cilat njeriu ushqehet, rritet dhe zhvillohet janë nga toka, qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë, si për shembull perimet, frutat, qoftë në mënyrë të tërthortë, siç është mishi I shtazëve. Së treti, ekziston një ngjashmëri e madhe mes njeriut dhe bimës. Shumë prej rregullave të ushqyerit, të riprodhimit, të zhvillimit dhe të rritjes së bimëve vlejnë edhe për njeriun. Kjo fjalë e përdorur për njeriu është e pasur në kuptime dhe tregon se puna e Allahut në çështjen e udhëzimit nuk është vetëm si puna e një mësuesi apo edukatori, por është e ngjashme me punën e një kopshtari I cili mbjell farat e bimëve në kohë të caktuar dhe të përshtatshme, pastaj përkujdeset dhe I kultivon në mënyrë që të mundësojë lulëzimin e tyre. Për Meriemen paqja e Allahut qoftë mbi të, në ajetin 37 të surës Ali Imran lexojmë: e riti lëvroi me një edukat të mirë e të plotë. Më pas ajeti kthehet çështjes së ringjalljes, e cila ishte një prej çështjeve të komplikuara për politeistët dhe thot: pastaj ju kthen tek ajo dhe prej saj sërish do t'ju nxjerr. Në fillim ju krijoi nga toka dhe përsëri do t'ju kthej tek ajo, po ai që ka qenë I aftë ju krijoi nga toka është në gjendje t'ju
rikrijoj përsëri pasi të jeni kalbur. Transformimi i çështjes së monoteizmit në ringjallje është pasqyruar në një formë shumë interesante në ajetet e lartë përmendura. Ai tregon lidhjen e ngushtë që ekziston mes këtyre të dyjave. Në këtë mënyrë profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, argumenton karshi politeistëve vërtetësinë e ringjalljes dhe të monoteizmit me anë të rendit ekzistues. Në vazhdimsi ajeti u rikthehet shenjave objektive të botës së jashtme si dëshmi të monoteizmit dhe diskuton për mirësitë që mban toka me mënyrën e krijimit të saj dhe shton: Allahu për ju e ka bërë tokën shtrojë të gjerë. Toka nuk është shumë e ashpër në mënyrë që njeriu të mos mundohet kur të ecë mbi të, ajo nuk është as shumë e butë që njerëzit të fundosen në të e të mos ecin dot. As nuk është shumë e nxehtë dhe as shumë e ftohtë. Ngrohja e tepërt do të shkaktonte shqetësime dhe probleme, kurse i ftohti dhe lagështia e madhe do ta bënin problematike jetesën. Pra toka ofron të gjitha kushtet për jetesë. Jo vetëm fushat e rafshta janë si qilima të shtruara, por edhe malet me luginat dhe grykat nëpër të cilat kalohet mes tyre janë shtresa të përdorshme. Pra njeriu mund të jetojë në çdo cep të tokës, siç thotë dhe ajeti, që të ecni nëpër të nëpër rrugët e gjëra. Fjala fixhexhun është shumë si fjalës fexh dhe ka kuptimin e luginës së gjerë midis së dy maleve, thuhet se ka kuptimin e rrugës së gjerë. Si rrjedhoi profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, në këtë pjesë të thënieve të tij, ndonjëherë përmend shenjat e Allahut në qiejt dhe trupat qiellor dhe ndonjëherë përmend begatitë shumë llojshme të Allahut në tokë, herë të tjera përmend konstruksionin e njeriut dhe çështjen e jetës së tij, të cilat përbëjnë argument si për njohjen e Allahut, ashtu edhe për argumentimin e ringjalljes, por as paralajmërimet, as përgëzimet e nxitjet dhe as arsyetimet logjike nuk ndikuan te zemrat e errësuara të këtij populli kryeneç. Ata vazhdimisht ndoqën në rrugën e kundërshtimit dhe të mohimit dhe ishin betuar që të mos e pranojnë të vërtetën. Në ajetet vijuese do të shohim se ku i çoi kryeneçësia e tyre.